Rin Show 2026 mbylli një tjetër edicion të jashtëzakonshëm, duke mbushur qytetin me dritë, art dhe pasion për të 18-in vit radhazi. Shkolla fituese e këtij edicioni është Kolegji Preka, nxënësit e së cilës arritën të dhuronin një performancë që gërshetoi artin klasik me rebelimin modern, mes motiveve të prallave dhe tonaliteteve gotike. Të rinjt portretizuan me mjeshtëri hipokrizin, imoralitetin dhe çmenduritë e shoqërisë, pa lënë me një anas ironinë e situatave që të gjithë jemi hasur një herë në jetë. Siç e shihni, Kolegji Preka doli fituesja e edicionit 2026 të Rin Show dhe dua të falenderoj të gjithë për punën tyre fantastike që kanë bërë. Në këtë edicion janë dhënë edhe një sër çmimesh të tjera. Prisnin të fitonin çmimin e madh, po edhe çmimi i pjesës së aktrimit besoj se ishte mirë, mëse e merituar. Unë ndjeva shumë emocionuar, jam shumë falenderuese ndaj të gjithëve që morën pjesë në Rin Show. Gjithashtu jam shumë falenderuese edhe për veten, që mora çmimin aktoria më e mirë në karakter dhe urime për Kolegjin Preka. Emocionet ishin shumë të papara, unë ndjeva shumë i lumtur që mora çmim. Falenderoj jurinë në veçanti, profesore Blertën që na ndihmoi shumë gjatë kësaj periudhe. Urime për të gjithë aktorët që morën çmime dhe balerinë të gjithë. Gjatë organizimit të Rin Show 2026, Korça jetoi ditë të mbushura me krijimtari dhe entuziazëm, duke dëshmuar edhe një herë se të rinjt janë gjallëria dhe frymëzimi i këtij qyteti.